أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij, falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ja pra ashtu siç filluam muajin e bekuar të Ramazanit dhe ashtu siç u gëzuam pra kur filloi ai nat, pra jemi në fundin e saj dhe përket edhe besimtarët ndoshta edhe mërziten, por ajo çka më shumë ti preokupon a thu vallë, si na të shfrytëzojmë 10 e fundit. Duke pas parasysh metodën dhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në çdo gjë, pra edhe në 10 e netëve të fundit muajit të Ramazanit, do ta shikojmë se si pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam i kaloi këto net. El-ijtihadu fi thuluth al-akhir min Ramadan. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të përpjekje në 10 netën e fundit më shumë se sa në gjithë Ramazanin. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Thot Aisha radiallahu anha, u përpjet të pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam në adhurime, atë shumë bën të adhurime në 10 e fundit, saqë asnjë natë tjetër nuk e bën të tillën. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot gjithashtu kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hynte 10 neçi i fundit e shtrëngonte rrypin e tij edhe më shumë, e gjallëronte natën me adhurim, gjithashtu e zgjonte edhe familjen e tij. قال ابن بطال فعل ذلك عليه السلام لأنه أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر. Thot kështu thot vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 e fundit për shkak se u lajmërua se nata e Kadrit është në këto 10 neçin e fundit, për shkak se pejgamberi alaihi salatu wasalam pra e kërkoi natën e Kadrit fillimisht në 10 e parë të Ramazanit, pastaj në 10 e mesëm, pastaj në 10 e fundit dhe këtu pra u tregu dhe u lajmërua se nata e Kadrit është në 10 e fundit dhe këtë e bëri pejgamberi alaihi salatu wasalam me adhurimet e shumta dhe i kërkonte sahabëve gjithashtu pra që ta kërkojnë këtë natë nëpërmes adhurimeve dhe lutjeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak se kjo natë është në 10 e fundit të Ramazanit. Ndërveprat që i bante pejgamberi alaihi salatu wasalam gjithashtu, ai bante itikaf në xhamin e tij. Thot Abdullah ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Thot Ibn Omeri se pejgamberi alaihi salatu wasalam në 10 e fundit pra i bante itikaf, gjithashtu kupton për ta kërkuar madhështinë e kësaj nate. Yataharra lejlet al-qadri wa ya'muru bi taharriha. Pejgamberi alaihi salatu wasalam nga udhëzimet e tij të 10 e fundit gjithashtu ai e kërkon të natën e Kadrit dhe urdhëron të sahabët gjithashtu një gjë të tillë. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lejlet al-qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Thot gjithashtu thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam jo që i bante itikaf, por edhe mrenda në xhami atje u izolonte me një qosh të xhamisë, edhe bante dua dhe bante dhikr, lexonte Kur'anin e Kerim dhe ju thoshte sahabëve gjithashtu kërkon e thot natën e Kadrit në këto 10 neçën e fundit. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha,
Thot gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në 10 neçin e fundit ai na I afroi pra për afërsisht edhe më shumë pra tha në 10 neçin e fundit tek në netet tek tha kërkoni. قال ابن حجر دل الحديث على رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأواخر منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها. Thot Ibn Hajeri, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na I përafroi këtë natë dhe tha nata e Kadrit është në 10 neçin e Ramazanit të fundit, gjithashtu tha edhe më afër tha në 10 neçit tek pra në netet tek tha kërkojni tha atë. يوقظ أهله في ثلث الأخير من رمضان كان من هديه عليه الصلاة والسلام يرغب أهله في قيام ليل العشر. Gjithashtu nga udhëzimi pejgamberit alayhi salatu wasalam se ai zgjonte pra dhe familjen e tij. Për shkak se njeriu kur don ta kërkon një mirësi, ai ka qef pra edhe të dashurit e tij ta përjetojnë atë mirësi. قال القاضي عياض فيه حث الرجل أهله على فعل الخير والنوافل البر. Thot që dietar thot se këto hadithe na tregojnë gjithashtu se njeriu apo burri duhet që të nxjisë edhe familjen e tyre, edhe familjen e tij pra që të përjetojnë mirësitë e adhurimit dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu nga udhëzimi I pejgamberit alayhi salatu wasalam është el huthu ala qiyami lejletil qadr, është për nxitja për të bënë namaznate. Pse? Për shkak se ai faman qama wafaqa qiyamahu tilka al-layla ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Për shkak se ai I cili thot e zë thot këtë natë, ati faktikisht I falen mëkatet e kaluara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Thot ai I cili agjeron thot agjerimin muajin e Ramazanit me iman dhe duke shpresuar shpërblimin e Allah subhanahu wa taala I falen mëkatet e tij, dhe ai I cili thot e zëthet natën e Lejletul Qadrit pra me adhurime, gjithashtu I falen mëkatet e tij të kaluara. Mimma yanbaghi fi'luhu ala man adrakaha. Përsa I përket atij I cili ja merr mendja apo e shikon bas argumenteve se është në natën e Lejletul Qadrit a thu vallë çka duhet bën ky duhet bërë pra lutje sa më shumë, për shkak se thot Allahu azza wa jall, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Dhe nëse të pyesin robërit e mi për mua, Allahu është afër tyre dhe ju përgjigjet lutjeve të tyre. Gjithashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, ja Rasulallah, nëse une e zon thot këtë natë, thu vallë çka të bëj, çfarë dua të bëj në këtë natë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti e falës se don falën me fal mua. Pra e udhëzoj me një dua të shkurtër por përmbledhse dhe e përmendi pra pikën më të lartë dhe më të vyshme për besimtarin, pra faljen e kërkoj faljen e Allah subhanahu wa ta'ala. قال البيهقي مسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات وخاصة في هذه الليلة. Thot Bejheqiu se kërkimi I faljes ndaj Allahut azza wa jall është e kërkuar dhe e preferuar në gjitha kohrat, por në veçanti thot në këto net është mirë që të kërkon robi ta fal Allah subhanahu wa ta'ala. من علامات ليلة القدر قال أبي بن كعب وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. Thot Ubej ibn Ka'bi se se nata e Kadrit ka qenë pram është se ai dielli kur të lind në mëngjes lind pra pa rreze. Gjithashtu qale an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leilatu talqa bal jala harra wala barida. Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë se shenja e natës e Lejletul Qadrit është se ajo natë është natë e qetë, natë e kthjellët, nuk është shumë e nxehtë dhe nuk është gjithashtu shumë e ftohtë. Pra e lutim Allahun azza wa jall që Allah subhanahu wa taala na I mundson pra ta zom edhe këtë natë të Lejletul Qadrit ashtu siç na I mundsoi të arrijmë muajin e Ramazanit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Të nderuar vëllezër, Allah subhanahu wa taala për ta nderuar këtë natë pra e emroi një sure të tërë me emrin e kësaj nate, surja e Lejletul Qadrit. Thot Ibn Uthejmini rahimahullahu taala, thot kjo sure i ka disa veçori të mira. Është për shkak se Allahu azza wa jall emroi një sure të tërë, siç e tham, pra me këtë emër. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot e zbriti Kur'an-i Kerimin thot në këtë natë. Ku Kur'an-i Kerimi është udhëzim për gjithë njerëzimin në gjitha fushat dhe sferat, bile edhe për ata të cilët nuk besojnë, por ata e shfrytëzojnë dhe marrin dobi nga Kur'an-i Kerimi në gjitha fushat e jetës. Gjithashtu nga veçoritë e kësaj sure është se stili i ligjerimit cilin Allahu azza wa jalla ka bën, wa ma adraka ma Lejletul Qadr, dhe ç'bëri ty se që është nata Lejletul Qadrit, pra kjo lloj pyetje retorike Allahu azza wa jall kur e bie na tregon se është diçka e madhe. Gjithashtu në këtë natë nderuar vëllezër, kjo natë Allahu azza wa jall po në të njëjtën sure tha Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, kjo natë është më e mirë sa 1000 muaj. Gjithashtu në këtë natë nderuar vëllezër, zbresin me lajket e Allahut azza wa jall të panumërt në sipërfaqen e tokës, me ta zbret edhe Gjibrili alayhi salatu wassalam. Pra Gjibrili alayhi salam ka zbrit vetëm kur i ka prun shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndërsa një herë në vit zbret Gjibrili edhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra për nder të ummetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në ditën e Kiametit. Gjithashtu kjo natë ka thonë selamun hiya hatta matla'il fajr, pra Allahu azza wa jall e zbret paqen, e zbret magfiretin, e zbret rahmetin e tij në atë natë, edhe në këtë natë pra Allahu azza wa jall pra shpëton shumë robër nga zjarmi i xhehenemit. Gjithashtu Allahu azza wa jall në këtë natë pra gjithashtu i regjistron shumë robër në regjistrin e banorëve të xhennetit, ku e lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall të na ban prej banorëve të xhennetit ya rabbel alamin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. Kush dërgon një salavat pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall i dërgon atij 10 mirësi. Dhe ne thojmë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقيموا الصلاة.